Maqedonia e Veriut regjistron 2 raste me linë e majmunëve. Të prekurit janë të moshës 40 dhe 44 vjeçare. Sipas anketës epidemiologjike kanë thënë se nuk kanë lidhje me njëri tjetrën dhe nuk kanë udhëtuar jashtë shtetit. Njëri prej tyre është hospitalizuar në klinikën e infektologjisë dhe tjetri nuk është paraqitur në asnjë klinik. Ajo që gjithashtu dihet është se njëri pacient deri tani ka pasur kontakt me 2 familje. Para se gjithashtu dua të dërgoj tone qetësuese deri tek opinioni, edhe pse bëhet fjalë për sëmundje infektive, edhe pse është konfirmuar për herë të parë në vendin ton. Megjithatë, kjo nuk është sëmundje e re. Tashmë i kemi disa protokolle, secilat janë mënyrat për të përballur me këtë situatë. Zëvendës ministri i shëndetësisë Jovica Andonovski thotë se nuk duhet të krijohet panik sepse, siç thotë, nuk është sëmundje që transmetohet lehtë, por përmes kontaktit shumë të afërt. Kjo sëmundje është sëmundje virale, simptomet e cilës janë skuqje lëkurës, efe, kokëdhimbje, dhimbje të muskujve, dhimbje shpine, plogështi, fryerje të nyjeve limfatike. Transmetohet nga kontakti afërt përmes materialeve kontaminuese ose përmes kafshëve të infektuara. Pacienti hospitalizuar nuk ka simptome, thot drejtori i klinikës së infektologjisë Fadil Cana, por për shkak të rezultateve laboratorike, ai duhet të jetë në mbikëqyrje mjekësore. Pacienti përpos ndryshimeve në lëkurë, vetëm në një region të trupit, jo në të gjithë trupin, nuk ka simptoma tjera. Së paku, gjatë kontrollit klinik, pacienti ka mohuar se ka pasur ndonjë lloj simptomi nga ajo e cila dihet për sëmundjen e lisë së majmunëve. Por, rezultati laboratorik është ai nga i cili ne patjetër e kemi që ta hospitalizojmë dhe ato ndryshime t'i ndjekim se si do të zhvillohet më të qetë. Kjo sëmundje zgjat nga 2 deri në 4 javë dhe në të shumtën e rasteve kalon pa ndonjë trajtim specifik.